Mas këtij rasti më njëherë, kur e refuzon të vërtetën e faraoni, shfaqen në popullin e tij disa kriza, që ishin shenja për Zotit. Dhe ishin shenjat argumente fakte të Musait alayhisalam. E para që erdhi ishte thatësia e madhe. Këmë kishte zgjata me ditë të tëra. Thatësie pa parashikueshme, zhduket gjithçka çka është e mbjellur. Atëherë subhanallahu mas kësaj që ju ndodhi, i thojnë Musait alayhisalam, ja Musa thot, a ka mundësi ti lutë Zotin tënd? Me atë që Zoti ty të ka premtuar. Ti po na thuç ashtu. Thot, nëse e hek këtë dënim për neve, kena më bë musliman, kena me besu. Kur e lutë Allahun dhe a largon dhe prap atë nuk besanin. Ndodhe shenja e parë, nuk besu. Masaj erdh shenja e dytë. Allahu xhalal u dërgoi atyre një numër të madh të insekteve, të karkalecave, që kur vështronin atë në hinin në qytet, shkatronin gjithçka për bereqetit. Prapë e lusin. Musa. Veç edhe kësaj here. Lutë Zotin ta heke që të belase, na kena bëu musliman. Sa të largohet, nuk bëhen. E dërgon Allahu dhu xhelal prap. Riçrat. E njëta kërkesë e popullit, përgjigje e Musait me dua, lutjen e Allahu dhu xhelal, e largon edhe këtë dënim edhe këtë domethënë fatkeqësi, prap nuk besojnë. Dërgon Allahu dhu xhelal prap shenjë tjetër, dërgon te këta bretkocat. Numër të madh përsëri. Çka t'ju bëjnë? Suni del të ushtrisë Allahu dhu xhelal me kurrë përpara. Apet kërkesë pas kërkese. Largoje vetëm të largohet se baba me musliman. Dënimi tjetër, Allahu dhu xhelal shlon gjak prej qielli. Çdo pik ujë në tokë bëhet i kuq. Lutë Allahun që ta largon edhe këtë dënim mbi neve, do të bëjmë musliman. Saqë edhe një herë thonë, e Musa, na po e shohmi se ti me çit seher që i të bë, i të na bë magji, se nuk është jo diçka që ndodh për një me. Do thonë na e dim se nuk kime mujt me këtë seher, me këtë magji, më na bin neve, më na bën neve pasues të ti.